Franca ka dënuar ashpër ofensivën e fundit të ndërmarrë nga Izraeli në rripin e Gazës, duke e konsideruar atë si një zhvillim të rrezikshëm dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot, në një intervistë për Radion France Inter, deklaroi se vendimi i Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake dhe për të detyruar zhvendosjen e shumicës së banorëve të Gazës është i papranueshëm dhe në shkelje flagrante të ligjit humanitar. Qeveria izraelite nuk mund të veprojë jashtë normave ndërkombëtare dhe të injorojë pasojat shkatëruese mbi civilët, tha Barrot, duke theksuar nevojën urgjente për një armëpushim dhe mbrojtjen e popullsisë palestineze. Kjo deklarat erdhi një ditë pasi Kabineti i Sigurisë në Izrael miratoi një plan të ri ushtarak i cili sipas zyrtarëve izraelit përfshin një pushtim tokësor të thelluar të Gazës dhe mbajtjen nën kontroll të territorit. Situata në terren po përshkallëzohet me shpejtësi. Ushtria izraelite ka njoftuar se operacioni do të shoqërohet me zhvendosjen e detyruar të popullsisë në zonat jugore, ndërsa infrastruktura humanitare mbetet e paralizuar. Sipas Kombeve të Bashkuara dhe agjencive humanitare, këto zhvillime përkeqësojnë ndjeshëm krizën ekzistues duke rritur rrezikun e urisë dhe mungesës së ndihmës bazë për civilët. Që nga fillimi i luftës pas sulmit të 7 tetorit 2023 nga militantët e Hamasit në territorin Izraelit, më shumë se 2.4 milion banor të Gazës janë zhvendosur të paktën një herë. Kushtet e jetesës në zonat e strehimit janë bërë të pamundura, ndërsa komuniteti ndërkombëtar apelon për qasje të menjëhershme të ndihmës humanitare dhe për një zgjidhje politike të qëndrueshme. Reagimet ndërkombëtare nuk kanë munguar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres përsëriti thirrjen për një armëpushim të menjëhershëm dhe lejimin e ndihmës humanitare pa pengesa. Bashkimi Evropian gjithashtu ka shprehur shqetësim të thellë për zhvendosje masive të popullsisë dhe rrezikun e shfarosjes së komuniteteve të tëra në Gaza, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë ligjin ndërkombëtar dhe të punojnë për një zgjidhje politike të konfliktit.